Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Seanca e sotme e Kuvendit u karakterizua nga tensionet mes mazhorancës dhe opozitës, ku kjo e fundit braktisi sallën pas diskutimeve mbi mocionin e propozuar nga Partia Demokratike dhe kalendarin e punimeve të Kuvendit. Kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla mbrojti vendimin për miratimin e kalendarit, ndërsa opozita denoncoi mungesën e transparencës dhe diskutim të pamjaftueshëm të çështjeve kryesore. Ndërkohë u trajtua dhe kërkesa për shkarkimin e kryeparlamentarit dhe ripërsëritjen e seancës së prezantimit të programit të qeverisë. Seanca e sotme në Kuvend u fokusua në disa çështje procedurale dhe politike, duke përfshirë mocionin me debat të kërkuar nga Partia Demokratike mbi programet e qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Opozita kritikoi mënyrën se si mazhoranca po menaxhon rendin e ditës dhe kërkoi që kërkesa për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe ripërsëritja e seancës së prezantimit të programit të qeverisë të përfshihet në diskutimet parlamentare. Zoti Peleshi, unë e kuptoj nxitimin që ka këtu për të mbyllur gojën opozitës. Por minimalisht po të kishit dhe këtë nxitim na jepni rregulloren, do e kishim pasur rregulloren. Së dyti, nuk e di, po nuk ka vend botës që parlamenti mblidhet vetëm për të notarizuar proces verbale. Kur do diskutojmë ne këtu për ato çështje që po diskuton e gjithë bota për ne. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë gjithë bota flet për Arubën. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë Departamenti Amerikan Shtetit thotë që ka një qeveri të tërë që gjen kohën për të shkuar në Aruba, po nuk gjen kohën ky gjatoshi juaj të vi këtu të përballet me opozitën. Deputetja Ina Zhupa ngriti shqetësime për kompetencat e komisioneve parlamentare, duke theksuar se Komisioni për Nismën Qytetare, bashkëpunimi në mbikëqyrjen institucionale, po me rolin e vendosur nga legjislatura e kaluar dhe kjo cënon ekuilibrin e raportimeve të institucioneve të pavarura. Që nga ora 9 në orën 10 ju të sillni 17 projekt ligje të reja të pacaktuara komisionet përgjegjës dhe për dhënie mendimi, thjesht dhe vetëm sepse kështu keni marrë urdhrin nga qeveria. Së dyti, ne kemi paraqititur mocionin me debat për programin politik. Nuk ka ende një datë në projekt kalendarin tuaj, në projekt programin tuaj, ndërkohë që duhet ishte baza e fillimit të diskutimeve të këtij kuvendi dhe interesit publik, sepse ne ende sot nuk kemi debatuar se çfarë pritet të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, prioritetet ose jo prioritetet e kësaj qeverie. Prap këtë e keni lënë pa datë. Një projekt ligj përkundrejt 19 që keni nga qeveria, një që ka ardhur nga deputetët, i cili duhet ishte prioritet për shkak se rolin ligjvënës e kanë deputetët, është i vetmi që është pa datë. Ndërkohë, deputetja Jorita Tabaku kërkoi që raportet e institucioneve të pavarura të mos ndahen në komisione të ndryshme, duke përmendur shembullin e komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Është e pakonceptueshme që të kemi një komision parlamentar për nismën qytetare dhe monitorimin e institucioneve, të cilët do të dublojnë punën e komisioneve të tjera. Jeni në shkelje të kushtetutës dhe në shkelje të rregullores së kuvendit për sa i përket kësaj pike. Dhe unë besoj që të gjithë kolegët këtu biem dakord që çdo institucion ka një komision përgjegjës. Kjo reflektohet në kalendar, kjo reflektohet në projekt program dhe bën një ndarje të qartë të komisioneve. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Uland Balla argumentoi se modeli i ndjekur është i ngjashëm me praktikat parlamentare të vendeve të Bashkimit Evropian dhe se përfshirja e Komisionit për Nismat Qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale nuk cënon kompetencat e komisioneve të tjera. Pra komisioni që e ka mbuluar në mënyrë tradicionale dhe përfshirja si komision përgjegjës i Komisionit për Nismat Qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale është gjëja më e mirë që po bëjmë. Mbledhjet do të jenë përbashkëta dhe nëse nuk do të ketë dakordsi për drejtimin e mbledhjes së kryetari i kuvendit, ai që e përcakton kush do të drejtojë, po jam i sigurt që do të gjehet gjuha dhe. Për raportin e dashit mbi klimën e biznesit në Shqipëri, opozita u shpreh se ky raport nxin Shqipërinë dhe tregon realitetin e korrupsionit në vendin tonë. Ekonomia shqiptare dhe zhvillimi i saj mbeten të ndjeshëm ndaj korrupsionit për hapur. Kush e bën korrupsionin? Ja ku e ke organizatën kriminale. Këta bëjnë korrupsionin me krye narkosin. Po. Ndaj krimit organizuar. Kush është krimi organizuar? Karteli Troplini, karteli Qela, Isuel Qelës, karteli
i gjabave e tjerë. Këto janë krimi organizuar. Po këta ju kanë sjellë gjysmën tuaj këtu, ndaj ju e mbyllni, se zguxoni të flisni kundër padronëve. Nga mazhoranca, fjalën e ka marrë zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila duke folur për investimet e huaja në vendin ton, theksoi se vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion euro. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar 759 milion euro investime vetëm për vitin 2025. Mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thoni akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Megjithatë, opozita nuk pranoi argumentet e mazhorancës dhe praktisi sallën gjatë fjalës së Ballës, duke e konsideruar miratimin e kalendarit të punëve një akt të njëanshëm. Pavarësisht largimit të opozitës, mazhoranca miratoi kalendarin dhe programet e punimeve të kuvendit për periudhën 29 shtator-17 tetor, vetëm me votat e saj, duke vendosur rendin e ditës për 3 javët e ardhshme. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për shpalljen e pavlefshme të vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij. Veliaj argumenton se shkarkimi është antikushtetues dhe cënon autonominë vendore duke t'i kaluar kompetencat e Këshillit të Ministrave. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj sfidon publikisht vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Në ankimin drejtuar gjykatës kushtetuese, Veliaj argumenton se veprimi i ekzekutivit është në kundërshtim me kushtetutën dhe nuk ka bazë ligjore. Sipas kryebashkiakut, neni 115 i kushtetutës kufizon qartë mundësitë e ndërhyrjes së pushtetit qendror në mandatin vendor dhe përcakton që një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rënda të ligjit ose kushtetutës. Ai thekson se çdo tentativë për të shtuar kriteret e reja do të dobësonte autonominë vendore dhe do të shndronte kryetarët e bashkive në funksionar administrativ të shkarkueshëm arbitrarisht. Veliaj gjithashtu shpjegon se neni 62 i ligjit numër 139/2015 nuk krijon arsye të reja për shkarkim, por përmend vetëm 2 raste specifike: dënim penal me vendim të formës së prerë dhe mungesën e pajustifikuar në detyrë për 3 muaj rresht. Ai argumenton se mungesa e tij e shkaktuar nga paraburgimi apo pamundësia objektive nuk mund të konsiderohet shkelje e rëndë. Në kërkesën e tij, Veliaj kujton edhe vendimet më parshme të gjykatës kushtetuese ku theksohet se ligji duhet të interpretohet gjithmonë në përputhje me kushtetutën dhe se nuk mund të krijohen rregulla që shkelin parimin e supremacisë kushtetuese. Ai nënvizon rëndësinë e afatit për ankim duke theksuar se afati 15 ditor llogaritet nga momenti kur interesuari merr dieni për vendimin, që në këtë rast është votimi në fletorin zyrtare. Veliaj paralajmëron se interpretimi i qeverisë për mungesën e tij si arsye për shkarkim krijon një precedent të rrezikshëm duke shndruar mbrojtjen kushtetuese në mjet për të justifikuar vendime politike. Ai nënvizon se një interpretim i tillë do të dobësonte rolin e gjykatës kushtetuese si garant i rendit kushtetues dhe do të sfidonte ndarjen e pushteteve. Padia e Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese po shihet nga ish kryeministri Sali Berisha si një goditje për marrëveshjen e fshehtë mes kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesit të Bashkisë së Tiranës. Berisha paralajmëron se opozita ka gati kandidat alternativ për zgjedhjet e pjesshme të Tiranës. Ish kryeministri Sali Berisha ka komentuar para gazetarëve padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese. Sipas Berishës, ky veprim tregon dështimin e përpjekjeve të kryeministrit Edi Rama për të arritur një marrëveshje mes Veliaj duke shmangur sfidën ligjore. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, pasi bëri çdo lloj përpjekje për të bërë pazar me Erion Velin, që të mos të pranojë shkarkimin dhe të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, duket se dështoi në këtë përpjekje. Domethënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen gjersa ai ju ka kërkuar avokatërve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese.
Ai ka theksuar gjithashtu se Padria mund të vënojë procesin e zgjedhjeve të pjesshme në kryeqytet, por është i bindur se presidenti do të dekretojë datën për votime, duke quajtur këtë veprim një detyrim institucional që nuk mund të shtyhet. Pavarësisht nga kjo, sot është ditë e hënë, Prishti nga ora 1, kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Berisha ka komentuar gjithashtu strategjinë e opozitës duke deklaruar se janë të shumta kandidatët që po shqyrtohen dhe po diskutohet me aleat për të gjetur një figurë konsensuale. Meqense shton një problem, të garantoj se opozita sot, në këtë moment që flas, ka jo një, por ka disa kandidatë dhe kandidat të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit, të pakrahasueshëm. Në këtë dalje, ish kryeministri ju rikthye dhe çështjeve të hetuara nga opozita, përfshirë dhe aferën e njohur si Aruba, duke akuzuar kryeministrin për korrupsion të lartë dhe pasurim të dyshimt. Në këtë takim Edi Rama, ose nga ky takim, thuhet se u kthye me një orë 400.000 euro, mes diamante dhe safire të çmimeve më të larta. Edi Rama nuk flet për takim në Arubës, sepse ky takim një lloj si Maduron e Venezuelës e shpall atë në Europë një kryetar të narkoshtetit parë dhe të vetëm të kontinentit. Ai citon edhe raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, sipas të cilave Shqipëria po përballet me një rritje të rrezikut për larje parash dhe aktivitete kriminale nga klanet dhe kartelet më të rrezikshme. Diella shënon në fillimin e planit të qeverisë Rama 4 për integrimin e teknologjisë dhe shërbimet publike dhe qeverisjen. Kryeministri synon ta kthejë Shqipërinë në një lider rajonal në nanoteknologji dhe inovacion. Universitetet partojnë programe ndërdisiplinore për teknologjinë e së ardhmes. Projekti synon që të lidhë inteligjencën artificiale dhe nanoshkencat me zhvillimin e arsimit dhe biznesit. Projekti i ri i qeverisë Rama 4 Diella është vetëm fillimi i një plani më të gjerë për integrimin e teknologjisë së shërbimit publik dhe qeverisjes digjitale. Kryeministri Edi Rama e sheh këtë si një mundësi për të pozicionuar Shqipërinë si lider rajonal dhe teknologji dhe inovacion. Ne do të kanalizojmë shumë burime, reforma institucionale dhe kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë, i cili do të ketë ndikim jo vetëm në Tiranë, por edhe në rajon. Tha Rama gjatë kongresit ndërkombëtar të nanoteknologjisë. Në këtë kongres ku diskutua mundësia për ndërtimin e një ekosistemi të avancuar kërkimi dhe arsimi, kryeministri nënvizoi nevojën për harmonizimin e arsimit të lartë me strategjinë e qeverisë për inovacionin, duke e fokusuar me laboratorët, startupet dhe inkubatorët. Një sër universitete shqiptare partojnë programe të ndërdisiplinuara për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks, është një nevojë së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës së tjetër, çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjinë e së ardhmes mund ta bëjë këtu në shtëpi. Për i betimit të qeverisë së re e para në botë me një ministre virtuale, Diella u shfaq për të treguar se inteligjenca artificiale dhe nanoteknologjia nuk janë rrugë paralele, por forca që po bashkohen për të transformuar shërbimet publike dhe sektorin e arsimit në Shqipëri. Ky projekt sipas kryeministrit synon të krijojë një ekosistem të qëndrueshëm inovacioni, ku rinia, akademia dhe bizneset të bashkëpunojnë për të zhvilluar teknologjitë që do të formojnë të ardhmen e vendit dhe të rajonit. Në konferencën e kryetarëve në Kuvend nuk kanë munguar debatet mes mazhorancës dhe opozitës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, kërkoi futjen në rendin e ditës të kërkesës për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, si dhe ripërsëritjen e seancës së 12 shtatorit për programin e qeverisë. Kreu i grupit socialist Aulant Balla mbrojti modelin aktual duke theksuar se është praktike ndjekur dhe në parlamentet e vendeve të BE-s.
Në konferencën e kryetarëve në Kuvend nuk kanë munguar debatet mes mazhorancës dhe opozitës. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që të futet në shqyrtim kërkesa e opozitës për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi. Ai nënvizoi se thirrja e Këshillit të Legjislacionit për këtë çështje është një detyrim që duhet të respektuar. Bardhi kërkoi gjithashtu që të përsëritet seanca e 12 shtatorit, gjatë së cilës u prezantua programi i qeverisë, duke cilësuar zhvillimin pa debat si shkelje të kushtetutës dhe rregullores. Një tjetër kërkesë e opozitës se lidhet me zhvillimin e një mocioni me debat për programin qeveritar për 4 vitet e ardhshme, i cili sipas rregullores duhet të ishte i përfshirë në këtë mbledhje. Në vim, deputetja Jorita Tabaku kundërshtoi ndarjen e komisioneve parlamentare në parësore dhe dytësore, duke dhënë si shembull raportin e komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili sipas saj duhet të shqyrtohet vetëm nga komisioneri për të drejtat e njeriu dhe jo nga i ligjeve. Edhe deputetja Ina Zhupa shprehu kritika ndaj rolit të komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Sipas saj, ky komision është kthyer në një organ të përhershëm me kompetenca që nuk i takojnë, duke ndjekur një praktikë të njëanshme nga legjislatura e kaluar. Në përgjigje, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla mbrojti modelin e ndjekur nga mazhoranca, duke theksuar se ai zbatohet edhe në shumë parlamente të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Balla shtoi se është normale që Komisioni i Nismave Qytetare të përfshihet në raportimin e institucioneve të pavarura në mbledhje të përbashkët dhe se ka ardhur koha të rishihet në 103 i rregullores së Kuvendit. Policia e Gjirokastrës ka identifikuar dhe shpadur në kërkim autorin e vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi. Ngjarje kjo që tërënditi qytetin. Hetimet tregojnë se krimi ka nisur nga një konflikt banal për përdorimin e dritave të gjata, i cili degradoi në një akt fatal lëdhune. Pas 3 ditësh hetime intensive, policia e Gjirokastrës ka zbuluar identitetin e autorit të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi, i cili u qellua për vdekje ndërsa lëvizte me makinë. Sipas policisë, ngjarja nisi si një përplasje e thjesht rrugore për përdorimin e dritave të gjata mes Sarchit dhe një 44 vjeçari nga Mesapiku i Vlorës, Kamber Sulçaj. Fillimisht, biznesmeni Sarchi dhe autori dyshuar patën një debat verbalisht me miqtë e viktimës, por situata përshkallëzohet kur i dyshuari nxjerr armën dhe qëllon mbi biznesmenin. Një nga plumbat i shkaktoi viktimës plak fatale në kofsh, duke i marrë jetën menjëherë. Pas krimit, autori u largua drejt Tepelenës dhe më pas u fshe në një zonë malore midis fshatrave Nivic dhe Bolen, ku baraktisi automjetin dhe rrobat që përdori gjatë ngjarjes. Policia ka kryer kontrolle të shumta në banesën e tij dhe në ambiente të tjera në Vlorë dhe Mesaplik, duke sekuestruar rreth 2.5 milion lek, 3 armë gjau, 2 kasaforta dhe mbi 400 fara kanabisi. Hetimet nuk përjashtojnë mundësinë që autorit të ketë marrë ndihmë nga persona të tjerë për të shpëtuar nga policia. Ngjarja ka tronditur miq dhe të afërmit të viktimës. Një kushëri i Sarchit ngriti dyshime se ngjarja mund të kishte lidhje me konflikte biznesi, por ky skenar u rrëzua nga hetimet e policisë. Autoritetet shqiptare theksojnë se shkaku i vërtet i vrasjes ishte një debat banal i çastit, i cili fatkeqësisht përfundoi në përdorim të armës. Policia po vijon kontrolle dhe hetimet intensive për kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plot të rrethanave të ngjarjes dhe të gjitha lidhjet e tij. Ndërkohë, ngjarja ka rikthyer shqetësimin për sigurinë në zonat malore dhe për mënyrën se si konflikte të vogla mund të degenerojnë në krime të rënda. I akuzuari Fatmir Bektashi përmes avokatit të tij ka kërkuar në gjykatë shpallje të pavlefshme të një serie aktesh hetimore, duke përfshirë ekspertizat dhe kontrollimet e BKK-s, të cilat sipas së mbrojtjes duhet të kryeshin nga ekspertë të pavarur. Në një zhvillim të ri në gjykimin për dosjen e njohur si Partizani, akuzuari Fatmir Bektashi ka kërkuar që një pjesë e ankimimeve hetimore të shpallen të pavlefshme. Avokati i tij, Sokol Haxhizaj, ngriti pretendime për një sër aktesh që sipas mbrojtjes janë kryer në mënyrë të papërshtatshme. Ai përfshiu si të pavlefshme disa akte ekspertizash, duke nisur nga kontrolli i kompjuterave e deri tek ekspertiza teknike, të cilat sipas mbrojtjes duhet të ishin kryer nga ekspertë të pavarur dhe jo nga hetues e BKH-s. Në mbrojtje të pretendimeve të tij, avokatja Klodiana Gjyzari depozitoi në gjykatë një vendim të gjykatës kushtetuese që ka shpallur të palishme kontrollet e kryera ndaj një prej subjekteve me dosje, duke e vënë në dyshim bazën ligjore të hetimeve. Prokurori i çështjes kërkoi shtyrjen e seancës derisa të njihej me vendimin e kushtetueses, por ky reagim u komentua me ironi nga avokati i ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili po ashtu është pjesë të njëjtës dosje.
Ky vendim do të thotë që gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijnë në themel të një vendimi fajësie. Dosja, e cila daton nga vjeshta e kaluar, përfshin 8 pandehur të dorëzuar si të akuzuar për lidhje me klubin shumë sportësh Partizani. SPA ka konstatuar se ish-kryeministri dyshohet të jetë korruptuar përmes dhëndrit maltezi, i cili sipas prokurorisë kishte marrë shfet nga biznesmeni Fatmir Bektashi. Rasti është ndërtuar mbi një rrjet dyshimesh korruptive dhe marrëdhëniesh të ndërlikuara financiare dhe kërkesa e Bektashit për shpallje të pavlefshme të aktit hetimor hap një fazë të re të debatit për bazën ligjore të provave në këtë proces. Në gjykatën e Lezhës janë zhvilluar seanca ndaj shtetasit portugez Ruben Saraiva, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në prill të vitit 2023 në Shëngjin. Në sallë ishin të pranishëm edhe nëna dhe një afërme e Edmond Haxhis, personit që dyshohet se ka shitur motorin e përdorur në atentat. Seanca që zgjati mbi 1 orë u shtyp për një datë tjetër, ndërsa prania e Saraivës u shoqërua me masa të rrepta sigurie. Shtetasi portugez Ruben Saraiva është përballur këtë të hënë në gjykatën e Lezhës me familjar të përfshirë në dosjen e atentatit ndaj biznesmenit Ardian Nikulaj. Në sallën e gjyqit ishin pranishëm nëna dhe një afërme e Edmond Haxhis, personi që dyshohet se ka shitur motorin e përdorur nga atentatorët. Përballja u bë gjatë një seance gjyqësore që zgjati më shumë se 1 orë, por në fund u shtyp për arsye procedurale. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, seanca u zhvillua në masa të forta sigurie, ku angazhuan forcat e policisë së Lezhës dhe drejtoria e burgjeve. Saraiva, i veshur me uniformën e paraburgimit, nuk dha asnjë reagim para gjykatës apo familjarëve të pranishëm. Aktualisht, ai është i vetmi që po përballet me drejtsinë shqiptare për atentatin e prillit 2023, ku mbeti i vrarë 51 vjeçari Ardian Nikulaj brenda lokalit të tij në Shëngjin. Bashkëpunëtorët e tjerë të dyshuar vijojnë të mbeten në Britaninë e Madhe në pritje të procedurave të ekstradimit drejt Shqipërisë. Ruben Saraiva u arrestua disa muaj pas ngjarjes në Marok, ku ishte i fshehur për të shpëtuar drejtësisë dhe me 31 dhjetor të vitit 2023 u ekstradua drejt vendit tonë pas pranimit të kërkesës nga autoritetet shqiptare. Ai akuzohet për vrasje, për gjakmarrje dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Ngjarja që tronditi Shëngjinin u konsiderua si një ekzekutim me motive gjakmarrje, ndërsa hetimet kanë zbuluar një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh të përfshirë në organizimin dhe realizimin e atentatit. Pas dorëheqjes së Florian Sulejmanit, Eduard Merkaj është emëruar në krye të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Merkaj sjell një eksperiencë të gjatë në fushën e sigurisë dhe rendit, duke mbajtur poste kyçe në Policinë e Shtetit dhe Shish. Eduard Merkaj është emëruar drejtuesi i ri i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore pas dorëheqjes së Florian Sulejmanit në korrik të këtij viti. Emërtimi i tij synon të forcojë mbikëqyrjen dhe integritetin e strukturave policore në vend. Merkaj ka një karrierë të gjatë në fushën e sigurisë dhe rendit publik. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme si drejtori i Policisë Kufitare, specialist në sektorin antikorrupsion të Policisë së Shtetit, shef i forcës së posaçme operative dhe drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale. Në korrik të vitit 2022, Merkaj u largua nga drejtimi i Policisë Kufitare, një vendim i marrë nga ish-drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano. Ai ka shërbyer gjithashtu si oficer i Shish në Vlorë dhe Tiranë, si dhe ka mbajtur pozicione të larta si këshilltar në Byron Kombëtare të Hetimit, drejtori i Drejtorisë për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar dhe drejtori i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. Ekspertët vlerësojnë se emërimi i Merkajt mund të sjellë stabilitet dhe profesionalizëm në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, duke garantuar mbikëqyrjen më të efektshme të strukturave të sigurisë dhe forcave të rendit në vend. Gjykata e Tiranës ka vendosur sekuestro mbi prona, dyqanet, vende parkimi, një vilë dhe makina luksoze në pronësi të noteres 35 vjeçare pas kërkesës së prokurorisë. Hetimet kanë zbuluar një numër të konsiderueshëm transaksionesh për pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme gjatë periudhës 2013-2024, të cilat nuk justifikohen nga të ardhurat e saj.
Seksioni I pastrimit të parave në Policinë e Tiranës ka kryer një operacion të rëndësishme që çoi në sekuestrimin e 18 pasurive të ndryshme në emër të noteres 35 vjeçare Sanja Tel Hallari. Pasuritë me një vlerë totale që arrin rreth 3 milion euro, përfshin 13 pronat paluajtshme, përfshir apartamente, dyqane dhe vend parkimi, si dhe 5 llogari bankare. Hetimet e kryera nga organet e drejtësisë zbuluan se pasuritë janë blerë gjatë periudhës 2013-2024 përmes transaksioneve të ndryshme në banka, por të ardhurat e noteres nuk justifikonin dot shumat e investuara. Ky fakt ngriti dyshime për origjinën e fondeve të përdorura për blerjet e shtrenjta. Burimet e policisë bëjnë të ditur se një pjesë e fondeve të përdorura për investime në pasuritë paluajtshme mund të kenë ardhur nga ish-bashkëshorti I noteres, I cili aktualisht ndodhet në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit. Vendimi I gjykatës së Tiranës për sekuestrimin e këtyre aseteve u mor pas kërkesës së policisë dhe prokurorisë, duke synuar jo vetëm bllokimin e pasurive të dyshuara, por edhe dokumentimin e origjinës së fondeve. Hetimet nuk kanë përfunduar ende. Autoritetet po vijojnë verifikimet për të konstatuar nëse notaria ka pasur të tjera të pasuri të paluajtshme ose llogari bankare në emër të saj apo në emër të familjarëve dhe të afërmëve të tjerë. Operacioni synon gjithashtu të hedhë dritë mbi mënyrën se si janë blerë dhe menaxhuar asetet gjatë viteve për të identifikuar çdo aktivitet të dyshimit financiar. Ky rast vjen në kuadër të një përpjekje më të gjerë të organeve ligjzbatuese për të goditur pastrimin e parave dhe aktivitetin financiar të palishëm, veçanërisht në sektorin e pasurive të paluajtshme ku shpesh vjen re investime që nuk përputhen me të ardhurat reale të individëve. Një sasi kanabis dhe një aparat celular janë gjetur gjatë kontrolleve në disa qeli të burgut të Drenovës. Lënda narkotike u sekuestrua në godinën B, ndërsa celulari në qelinë të dënuarit Xhensi Lipo, I dënuar me 19 vite për vrasje me dashje. Hetimet e prokurorisë për zbardhjen e rastit dhe identifikimet e personave të përfshirë janë në vazhdim. Autoritetet e burgut të Drenovës kanë kryer kontrolle të shtrënguara në disa qeli duke zbuluar një sasi kanabis sativa dhe një aparat celular. Lënda narkotike u gjet në godinën B të paraburgimit, ndërsa celulari u sekuestrua në qelinë të dënuarit Xhensi Lipo, një person që shërben dënimin prej 19 vitesh për vrasjen e bashkëshortarit të tij, Erion Ibi, dhe ndodhet në sektorin e sigurisë së lartë. Sipas burimeve nga hejtimi, celulari mund t'i përkiste të dënuarit Laer Taxhiu, I cili më parë është përfshirë në raste të ngjashme brenda burgut. Në muajin qershor, 4 telefona që I përkisin Haxhiut u sekuestruan, gjithashtu në qelinë e paraburgut, duke treguar një model të përsëritur të futjes së pajisjeve elektronike në mënyrë të palishme. Prokuroria po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes, duke përfshirë mënyrën se si lënda narkotike dhe celulari u futën në qelitë e burgut, si dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Hetimet do të përfshinë edhe verifikimin e përmbajtjes së celularit për të përcaktuar nëse janë zhvilluar komunikime të dyshuara ose të lidhura me aktivitete të tjera të palishme. Autoritetet paralajmërojnë se do të rriten masat e sigurisë dhe kontrollet brenda burgjeve për të parandaluar futjen e lëndëve narkotike, pajisjet elektronike dhe objekteve të ndaluara. Ky incident vjen në një kohë kur qelitë e sigurisë së lartë janë përforcuar dhe kontrollet rutinore po zhvillohen më shpesh për të siguruar rendin dhe disiplinën në institucionet penitenciare. Një vajzë vetëm 14 vjeçë është shpëtuar nga policia kufitare në Morin teksa po tentonte të trafikohej drejt Kosovës. 2 të rinj, mes tyre drejtuesi i automjetit dhe një bashkëpunëtor, janë vënë pranga. Familjarët e sëmiturës kishin dhënë denoncim për largimin e saj nga banesa vetëm 2 ditë më parë. Policia kufitare e Morinës ka parandaluar një rast të tentativës për trafikun e një të miture dhe ka vënë pranga 2 shtetas. Gjatë kontrollave të imtësishme në dalje të territorit shqiptar, uniformat blu ndaluan një automjet që drejtohej nga Ildi Guri, 22 vjeç, banues në Berat. Në makinë ndodhesh edhe një shok I tij, si dhe një vajzë 14 vjeçare. Dyshimet e menjëhershme të policisë shuan në verifikime të shpejta ku konstatua se Guri po përpiqej të trafikonte vajzën drejt Kosovës. Së bashku me të në pranga era dhe bashkëpunëtori I tij Aleksandro po 22 vjeç, I cili akuzohet për mos kallëzim të krimit dhe ndim në këtë tentativë. Hetimet zbuluan se ngjarja lidhet drejt për drejt me një denoncim të bërë nga familjarët e vajzës 2 ditë më parë në 28 shtator pranë policisë së Durrësit, ku ishte raportuar largimi I saj nga banesa. Falë ndërhyrjes së policisë, tentativa u neutralizua dhe mitura u dorëzua familjes së saj në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, materialet hetimore janë referuar prokurorisë së Kukësit, e cila ka nisur procedimin për dokumentimin e plotë të rastit dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve.
Edhime të tjera informacione në Kosovë po skadon dhe 30 shtatori afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila prej 5 shtatorit ka pezulluar të gjitha veprimet e kuvendit, përfshirë dhe procedurat për formimin e qeverisë. Masa u mor pas ankesës së listës serbe që konstatoi seanca konstituive, e cila u shpall dhe mbyllur pas zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Situata ka sjellë përplasje politike. 30 shtatori shënon skadimin e afatit të vendosur nga gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila prej më shumë se 3 javësh ka pezulluar veprimtarinë e kuvendit. Vendimi kushtetues u mor pas ankesës së paraqitur nga lista serbe që konstatoi me seancën konstituive e 5 shtatorit u shpall përfundimtar pas zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb, gjë që sipas tyre përbën shkeljen e kushtetues. Megjithatë, kryetari i kuvendit Dimal Basha ka këmbgulur se konstituimi është i plotë dhe pse votimi për përfaqësuesin serb në kryesi nuk u zhvillua. Nga tjetër, presidenti Vjosa Osmani ka bërë të qartë se më të skaduar masa e përkohshme, ajo do të ftojë partinë fituese të zgjedhjeve për të caktuar të mandatuarin për formimin e qeverisë së re, por në këtë situatë pa qartë nuk është bërë ende publike vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese, çka shton pasigurinë për hapat e ardhshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka qenë ndër më kritikët e këtij vendimi. Ai e ka quajtur masën kushtetuese një ndërhyrje të panevojshme që sipas tij ka bllokuar për 25 ditë me radhë punën e 120 deputetëve, duke i detyruar të vegjetojnë. Nëse gjykata kushtetuese vendos se konstituimi i kuvendit nuk është bërë në përputhje me kushtetutën, atëherë do të nevojiten hapa të rinj procedural, të cilët mund të vënojnë dhe më tej procesin e formimit të qeverisë së re. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 shtator pritet të ketë mot me kthjellime dhe vranësira të lehta kalimtare, duke ruajtur motin e ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Vranësira do të jenë më të shpeshta në relievet malore gjatë orëve të mesditës, por reshjet do të mungojnë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 10 orë diell, por reshjet do të jenë ineksistente. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 shtator 2025 pritet të jetë 7 deri në 8. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 30 gradë. Kukës, 17 deri në 26 gradë Celsius. Peshkopi, 18 deri në 27 gradë. Tiranë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 29 gradë. Kavaj, 21 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 30 gradë. Berat, 20 deri në 30 gradë Celsius. Korçë, 17 deri në 26 gradë. Vlorë, 22 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 19 deri në 29 gradë. Sarandë, 21 deri në 29 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 shtator 2025 do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 27 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5 deri në 6. Lindja e diellit në Prishtinë më 30 shtator 2025 është në orën 6:24 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 30 shtator 2025 është në orën 18:27 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 15 deri në 25 gradë. Podujev, 14 deri në 24 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 24 gradë. Pej, 15 deri në 26 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 26 gradë. Gjakov, 15 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 25 gradë. Gjilan, 14 deri në 25 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 25 gradë. Kaçanik, 14 deri në 25 gradë Celsius. Suhare, 15 deri në 26 gradë. Prizren, 16 deri në 27 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë me u takofshim.